Bleona, më thuaj pak për rastin e Kuklit, Kozma Kukli 70 vjeçar, është goditur dhe dhunuar përpara se t'jap dhe sinkronin e tij. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Janë kapur autorët? Një i moshuar nga qyteti Vlorës është konfliktuar me disa persona, bëhet fjalë për Kozma Kukli, punonjës i shërbimeve publike. Ky fundit është dhunuar nga 2 të rinj po në qytetin e Vlorës. Mësohet që 61 vjeçari është shprehur se personat të cilët e dhunuan nuk i kanë dhënë shpjegime dhe për cilin motiv po e dhunonin dhe kanë kërcënuar që të mos njoftonte policinë. Në fakt, ky është një rast i rëndë, pasi 61 vjeçari ka marrë 3 fraktura në kokë dhe në fytyrë, gjithashtu ka besuar dëmtime serioze në njërin sy. Ndërkohë, policia ka bërë të mundur arrestimin e 2 personave, bëhet fjalë për 37 vjeçarin Ermal Sakaj dhe 30 vjeçarin Claudio Nurçaj, të 2 me precedent të parshëm penal. Këto të fundit kanë qenë më parë të dënuar për veprat penale plagosje e rëndë me dashje e kryer me armë zjarri. Kjo për sa i përket 37 vjeçari, ndërkohë 30 vjeçari Nurçaj është dënuar më parë për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. E qartë. Shkojmë atëherë te çfarë ka thënë 70 vjeçari, sepse dhe ai është prononcuar në lidhje me këtë rast, edhe direkt për ta komentuar në studio, sepse pas pak do ndalemi edhe tek emrat e 4 kandidatëve për SPAK-un. Po shkojmë tek 70 vjeçari. Më vjen një furgon nga Krau Djallë dhe më ndalon nëse pak rrugën. Dhe zbritën të 2 poshtë, ishin 2 djemë të rinj me ngjyrë, të 25-30 vjeç. Fillon më goditën marrë prapë, sa do ngrit dora dhe koma. Dhe basi më lanë me gjatë, tentuan të hypin furgonin për të ikur. Unë mora biskletën, se ishe me një biskletë vogël, 6 mëriese. Moja biskletën zua rrugën, që mos më ikte sa vite policia. Ata zbritën dhe një, më goditën prapë, më ramë prapë, morën biskletën e hodhën një 2 metrë mande, i hypë furgoni dhe ikë. Se lindi konflikti? Nuk e imagjinim se do lindi konflikti, se unë s'kishe konflikt me ta, s'kam pa në një asmëri, nuk e di pse eri konflikti, s'kam një njëri. Ata vese zbritën goditën. Se po të kishe në një konflikt të zbrisit të më thoqe, o vla, kemi këtë boqa, kemi këtë për lara, për shpilar. Ata spirtën, ata vese goditën. Në fund fare, më thanë edhe këtë. Kur dola njën e 2 që uzua rrugën, më thanë, shkon polici po deshe. Në syri kam 3 thyrje, kam 2 thyrje këtu dhe një në undë. Kam me cipën dhe syri e kam të veshur. Kam 70% të prekur. Cipën. Gjithashtu një nënpunës i dhunuar me 2 autorët që janë kapur, po me çfarë nuk është se s'ka patur raste të ngjashme. Për mua kjo nuk është një ngjarje e cila le të themi ka motive ordinere ose le të themi një përplasje e cila ka ndodhur aty vetvetiu apo le të themi 60 vjeçari i ka kthyer fjalën këtyre dhe këta pastaj kanë marrë një furgon dhe zbresin nga aty dhe rrafin dhe kanë rrahur në mënyrë të dhunshme. Po të bëj një lloj paralelizmi, duket si pak a shumë si një ngjarje që ka ndodhur po në Vlorë, jo më larg se 8 muaj më parë, ajo e Renata Hoxha, i cili në fakt po të shikoje atë që ishte CV-ja e tij ishte një roje e pallati, në moshë le të themi shkaluar moshën e tij të mesme, por që më pas u pa domthonjë që gjithë krimi ishte organizuar dhe ishte me porosi nga Dubai. Pra, po ta shikoje vetë atë që ishte të duket si një dhunë, si një ngjarje e rëndom, te kuptoj cila mund të kishte ardhur për shkak sepse mund të kishin pas një konflikt të çastit midis tyre. Dhe mendoj që mund të ketë një prapaskenë të tillë edhe ky rast. Unë mendoj që edhe ky rast mund të ketë një prapaskenë të tillë dhe është për mua është një mesazh shumë i qartë që i dërgohet dikujt tjetër. Tani nuk di ta them në këtë moment. Ja ta pyesim Bleona ka detaje, 61 vjeçari si njihet në komunitet, është babai i dikujt, a ka patur prona? Pra, nëse flasim për drithijet për cilat tani përmend edhe e lidh pak me rastin tjetër të Vlorës, ku ngjau si një ngjarje shumë e thjeshtë, po ndërkohë kishte një skenim kriminal aty. Në ditë me vrasës së pagesë që kishin ardhur nga Romania.
Në fakt, 61 vjeçari thjesht njihej si një punonjës i shërbimeve publike në qytetin e Vlorës, ndërkohë ky i fundit nuk din ende një arsye se përse mund t'i ketë çuar dy të rinjt që ta dhunonin, ndërkohë është shprehur se ka pasur shumë vetë të cilët e kanë parë ngjarjen dhe nuk kanë reaguar lidhur me atë që kanë parë, ndërkohë personi nuk që kanë qenë aty prezent, ndërkohë që rrihej 61 vjeçari apo me konflikte. Po, 61 vjeçari është shprehur në fakt se mund të kenë qenë më shumë se 100 veta të cilët e kanë parë ngjarjen dhe askush nuk ka reaguar. Edhe njerëz se reaguar. Ajo çfarë tregon që është Vlora sot, do njerëzit janë kaq të friksuar, kaq traumatizuar sa që as nuk ndryhin. Pra, sepse ajo dhunë barbare dhe ata kanë marrin shumë mirë, shumë qartë atë që është mesazhi në këtë rast. Nëse dy të rinj rrajnë një 60 vjeçar, do thotë që ata diçka kanë midis tyre. Ermal Sakaj dhe Claudio Nurçaj njiheshin më parë, janë të skeduar në polici, Blona? Dhe për çfarë, nëse po? Po, në fakt, këto dy persona janë me precedent penal dhe kanë qenë më parë të arrestuar, ashtu si që shpjegova, 37 vjeçari ka qenë më parë i arrestuar për veprën penale plagosje rënd me dashje, kryer marrë zjarri në atë rast, ndërkohë 30 vjeçari është në fakt i njohur për forcat e policisë, pasi akuzohej më parë për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, pra këto dy persona të cilët kanë dhunuar 61 vjeçari në qytetin e Vlorës nuk kanë qenë emra të... Në fakt nuk kemi një kohë lidhur me procedimet penale të mëparshme, por kanë qenë para se të dhunonin 61 vjeçarin në qytetin e Vlorës. I kanë qenë aty. Mirë, ta pyes pak avokatin Beqiri pikërisht për këtë rast. Avokat, çfarë rrezikon në këto të dy personat të cilët kanë tashmë një mas? Problemi është që nuk ka krim pa motiv. Një motiv këtu ekziston është. Po se cili është motivi, në fakt është detyra e organit të prokurorisë që ta zbuloj. Mirë po, për fatin e keq, këto organet tona të akuzës, si përse edhe gjukatat kur marrin çështjen për gjykim, ka ikur domethënë i vën kryqin motivit për ta zbuluar. Mjafton që kanë autorin aty përpara, edhe është bërë goditja thonë, në rastin konkret varet si do të kualifikohet kjo vepër dhe çfarë plagësh ka marrë, e çfarë natyre është goditja e tjera, futet tek plagosja apo është një rraje e thjeshtë, larg qoftë po konsideruar si rraje e thjeshtë, edhe mundet edhe të bëhet me kërkesë, domethënë kështu drejt për drejt gjykatës, nuk çon fare material organi akuzës, sepse nuk i futen... Dhe ka dhe një detaj tjetër, avokatë, po të shohësh 61 vjeçari ka dalë në të gjitha mediat, pra duket sikur e ka të nevojshme ta jo vetëm trofej, po edhe si një formë mbrojtëse ndaj një ngjarje ose... Po sigurisht, por ne nuk e dim realisht se sa i vërtetë është ai në thënien e tij. Okej, mirë, kjo është pjesë e tjera. Sepse ai vet e di ai pak a shumë edhe motivin. E di motivin, por është edhe me dyshim, ka dhe pikë pyetje. Thot, mund të më vina kjo, mund të vina kjo, mund të më vi edhe për shkak të i shërbejtit kujt tjetër, e tjera me radhë. Po ky them është problemi i hetimit. Dhe për fatin e keq tonin, ne nuk hetojmë motivet. Organi akuzës nuk heton motivin, që ti shkoj deri në fund, më mërë, pse ndodhi? Edhe ta nxjerri deri në fund. E lë vetëm e kaq. Pse ndodhi? Pra ngelen të konflikti i çastit. E tjera, pastaj edhe të parandalosh. E para, e dyta, ka një gjë, jemi jashtëzakonisht të dhunshëm. Një shoqëri shumë e dhunshme dhe kjo shoqëri e dhunshme nuk po merr mësimet e duhura. Dgjoni, kudo që të jesh jashtë shtetit, janë disa fjalë të koduara. Vje fjala, ti po përdore drog, menjëherë kjo fjalë i vete atyre që ndjekin krimit, policisë kriminale, antidrogës e tjera me radhë, dhe ata menjëherë të di identifikojnë kujt është ky numër telefoni, çfarë do të thotë kjo e zbërthejnë e tjera me radhë, është me precedent, Këtu tek ne duhen futur këto në kod, duhet t'i fusi policia. Po pra që këtu fillon avokat që një person i cili dhunohet duhet të jetë transparent dhe ta thotë edhe në media se për çfarë dyshohet, se në qoftë se po ai vet, po mirë, jam dakord. Nuk e mbron dot kush pastaj.
E ke dëgjuar ti Flor për shkak kur marrë intervista që thonë për shkak ishte djalë i mirë, s'kishte probleme, por në fakt pas 24 orësh Ka një të vërtetë të thua. Ka një të vërtetë komplet tjetër. Ka një kërkesë kriminale për shkakun që ka një fasad që vendosim ne thua në përgjithësi në shoqëri. Vetë shoqëria për shkakun që e di për shkakun që jeton në komunitet me këtë djalë ose me këtë person. E di shumë mirë për shkakun që ai nuk është një djalë i cili le themi është kaq puritan, kaq i pastër domthon. E di shumë mirë, por kur del përpara medias gjithmonë është një shoqëri deri diku hipokrite. Ta themi. Mirë, do ta ndërpres këtë pjesë sepse kam shumë të rëndësishme avokat, se kam edhe çështjen e Spakut për diskutuar për 4 emrat. Po, e fundit. Po. Jo, problemi është që nuk duhet pritur shumë nga këta njerëz që dhunohen e bëjnë që të thonë të vërtetën, sepse kanë frikën që këtyre mund të bëhet gjë më e madhe pastaj edhe kur e thon motivin. Pra prap ka mungesë besimi thua. Po domosdo, edhe kjo është, edhe frika është ekziston, edhe indiferentizmi të tjerëve për këtë shkak është, sepse ata dinë që nuk kemi ne, domethënë një polici shteti që ta ndjeki krimin ashtu siç duhet, edhe kur unë thash atë të koduarën, e koduara duhet ti shikon portalet ndryshme. Ai të kanos hapur tyja do të vras, po ti je për të vrarë, ti je për të prerë kokën. Ja Berimir, ai është Abrin Rustem që vrau gjyqtarin e tjera. Dhe policia e shtetit këto duhet i vënë si të koduara, edhe këta do t'i konsiderojnë njerëz me rrezikshmëri të theksuar, shoqërore me precedent penal, edhe duhet i ndjeki këta njerëz deri në fund, dhe duke i ndjekur, duke i goditur, duke i evidentuar. Kjo është parandalim, edhe kjo pasaj jep mësim këtyre dhunuzve deri në këtë shkallë. Po ne faktikisht nuk na i lem, hajde azat, edhe azati pasaj arrin derisa të vrasti. E qartë avokat. Do Bleona të falenderoj për raportimet, faleminderit për detajet që sollën fakt për të treja ngjarjet.